FSK-n me dalë FSK-ja me lanë kjo është vërtet rrugën. Kjo është absurde vetë. Kjo politika është vërtet. Me diodë politikë me të vduar edhe një pinjoll gjasharëve. Kjo ka një kundërshtisë vetëm pak. O mos e puzdoni policinë edhe ushtrinë edhe mekanizmat e sigurisë politikë se i flishni bre. Uroj që Se këta janë pa ofë. Kush? A kuptoni? Pushteti aktual, lëvizja vetëm me dërsa është e pa ofë total me qeverisë me shtet. Nuk e di çka është shteti. uroj që Dugolli ka një kundërshtim. uroj që këtë emision të mos ta merr si referencë Vučići se komi citu. Ma ne besë kjo ma ne se çem Me urdhën politik. Pasporë vjetra. Jugosllavi nuk jap as po ju as po Vučići. As të vinë çerdhe. Nuk mundesh me bashkë që FSK ka hut rrugën. E se Urdhën politik. Mos ta çojmë në atë nivel, që mos i them në një fjalë tjetër, Vučići ta merr referencë. Vučići mund ta merr referencë, a diçka? A mund ta merr? Po çfarë mund ta merr referencë? Çfarë ka lidhje me varpun? A diçka mund ta merr referencë këtë emision? Ma shumë mirë të kurtë ja ky që ka një emision në një vendi i një shteti tjetër, dorën zemër, ai duhet ta përmend që është një shteti tjetër, ku është demokracia e vërtet, edhe ku flitet edhe rrahet argumenti fuqishëm për demokraci. E ne nuk jemi si Vučići që është diktator. Prandaj këtu këtë referencë mund ta merr. Në këtë rrafsh, KFOR-i është autoriteti NATO-ja i cila po të kish bazë për cilën po i referohet zotit Demhosaj, aja do të alarmonte shumë. Ka alarmuar, ka ngrirë veshën për ajo do të bëjë deklarat. Fyse për ushtrinë e thonë që kanë humbur rrugën. Unë po vi për se një fëmijë çerdhe nuk mundesh me bind që ushtria ka humbur rrugën. Po ju keni pushtuar ushtrinë me urdhë politik. Nëse është kështu e vërtet, atëherë mos zë keq për këtë shtet tonin, çfarë ushtrie pas kemi që nuk vini ka rrugë të Kosovës. Ushtria e Kosovës është profesionale. Po e di që është profesionale. Prandaj po them që nuk është e vërtet që ka humbur rrugën. Edhe shumë Po kjo është udash me shtime thonë që ashtu për shkak probleme politike. Po jo marr qysh. Po jo marr. Nëse ushtria jote që ka çesh profesionale, që unë e besoj që është profesionale, edhe mendoj që FSK-ja është një institucion që duhet me veçu për këto ngjarje të tjera politike. Dhe nuk mundet të mbind kush mu, as kënd tjetër që ushtria pas ka gabuar rrugën, edhe pas ka i gabe mesht atje. Edhe ta është i del kërko fole se gabe mesht ka qenë. Po vjen në kontradikt me vetë. Jo, pse kontradikt? Se këtë po thu besoj. A është për ty provokim apo kështu është gabim, aksident? Aksident është gabim kjo s'ka kur, sepse është kontradiktore me deklaruar. Aksident është blerime me zonë territor